Derisa barbarët vinin e shkonin. Shtirësin e nuk shfaqeshin, kaluan me këshillimet e veta 3 ditë dhe më në fund filloi të dilte në dritë e vërteta. Prandaj, mënjandre dhitë e zbuluara të atyre të qytetit dhe gënjeshtrat që u dolën qartë në shesh. Në anën tjetër lajmet që po vinin tani më fluturimthi, mbi lëvizjet e armiqve dhe ardhjen e Muratit. Ja mbushën shpirtit kryetrimit me një mërzi të pazakontë, ndërsa u besonte. Ta braktisnin rrethimin, do ishte një turp i ri për ta. Të vazhdonin, nuk i linte frika e re që u vinte nga brapa shpinem, dhe ato lëvizje fort të mëdha. Megjithatë, ai u ndala dje për pak ditë, derisa të kishte të dhëna më të sigurta për gaditjen, për të cilën flisnin lajmet. Por si t'i kundërshtonte fati, u derdh nga qiejt gjatë gjithë atyre ditëve një shi aq i madh, saqë ushtarët s'patën mundësi jo vetëm të bënin përpara drejt mureve, por as këmbë të nxirnin jashtë çadrave. Por shirat po pushonin. Skënderbeu, pasi caktoi ditën e nesërme për sulm kundër qytetit, dhe dha urdhër që t'u jepte fund e t'i bënin gati me urtësinë më të madhe të gjithë gjërat. Edhe vetë ai briste, pa mbyllur sy tërë atë natë, në të 4 anët e kampit dhe kryenti disa detyra të përgjithshme dhe të veçanta, duke dhënë zemër njerëzve me fjalë të zjarrta dhe duke u theksuar se duhej që ose armiku të dëbojë krejt nga e piri, ose po të mos merre qyteti të mos ktheheshin në kamp. Sepse po të vazhdonte kundërshtarit në mbajë për një kohë më të gjatë atje, mbretëria do të dukej një shëmti, çdo gjë nuk do të ishte aq e siguruar. Dhe që të mos mbetej asnjë mundësi justifikimi për turpin dhe rrezikun që kishin përpara, gjerë kur më në fund do të duronin për buzjet dhe tallet e armiqve. Kështu me këto këshillime e kujdesi, kaloi pak nga pak nata dhe po vinte dita. Përpara se të zbardhonte mirë, drita, arbërori, hoqi nga të 4 anët forcat dhe vrapoi fluturimthin rreth mureve, për shkak se toka ishte bërë qull nga gjitha ato shira. Ushtarët e kishin zor e su qëndronin këmba gjëkundi. Mjetet dhe shkallat u tërhoqën, si shton me dhëmë. Por këta burra të ndezur që më parë, plot urrëtie dhe tërbim, s'donin t'ia dinin as nga vështirësit, as nga lodhja. Ata të qytetit që s'kishin frikë as pak për një gjë të tillë. Në fillim u pa se ishin të pakt rreth forcoma dhe të pakujdesur për çdo gjë, por pastaj u ngati të gjithë me një herë dhe në kujdesin më të madh, dhe duke vrapuar të dëndur e duke i shtuar rojet, patën forcat të mjafta për të prapsur armikun. Pas kësaj, udhëzimi i tanëve u pasera pak dhe hekuri e shpata e armiqve. Tani dukeshin më përsa afërmi, po ambushnin mendjen e disa gjëra i bënin me urtësi dhe jo gjithë me pasion e tërbim. Kështu ata, duke parë tani me shqetësim se goditjet e armiqve që qëndronin sipër mureve, shkonin mbar, udhëzimin bez gënjeshtrave që kishin marrë dëm. Prandaj, fjalët që s'kishin të pushuar e që vinin njëra pas tjetrës dhe frika aq e madhe, duke shyrë në zemër këtyre njerëzve, i bënin që të iknin pare dhe të dukej pothuaj sikur gaditjet e armiqve që akoma s'kishin përkulluar, i kishin përpara syve dhe sikur tirani, i cili ndodhej akoma në Adrianopoj, kishte ardhur në Epir. Këto gjëra i dëgjoi kryetimi, pa u tërmbytur pas pak. Megjithatë, shtrënguar t'i bindej nevojës në atë gjendje paniku dhe konfuzioni të përgjithshëm, ka linte gjitha puna për gjysmë, i ra borijes për të tërhequr. Pa afronte ora e 3 e ditës, kur ushtarët kishin ngrënë, dhe i dha urdhër të ngrinin çadra dhe të mblidhnin sterne. Pajësoret dhe përforcimet e tjera të kampit i prishën dhe i dogjën, duke vënë zjarr. Rritja e turmës nuk do të ishte përmbajtur pa shkatruar pemët. Dhe të gjithë bimët e tjera fluturonin në fushë, sikur të mos e kishte frenuar ujin e saj të tërbuar Skënderbeu, duke thënë që do vinte ndoshta dikur koha, por po të donin Perëndit, qyteti mund të rifitojë dhe gjendja e mëparshme të bie përsëri në vend. Dhe kështu, pa lënë kundër pothuajse asnjë shenjë armiku, u nis me ushtrinë që nxirrte zë fare dhe mori rrugën drejt për në krye.